ardhur në videon time të radhës, atëherë unë quhem Silvia për të gjithë ju që keni për herë të parë që po klikoni këtë video dhe ju ndodheni tek kanali im YouTube-it. Ndodheshta video në këtë gjendje që jam me të eye patches të vendosura por syve, sepse realisht kisha vërtet shumë nevojë, gjithashtu ka vendosur edhe një nga këto për pikat e zezet e hunda, sepse këto kohë të fundit nuk i kam pasur fare mirë fytyrën, që kur kam bërë në fakt microblading herën e fundit, pra para 3 javësh mos gaboj, po kjo është java e 4, para 3 javësh, duke munduar të leja fytyrën sa më me kujdes që të mundesha, dhe ndoshta nuk e kam pastruar aq mirë sa duhet, kam konsumuar aq shumë çokoladë dhe ëmbëlsira sa nuk di se çfarë të them. Për madhër se një shoqëri më solli një kuti të madhe plot me ëmbëlsira, të cilat unë kam konsumuar bënda 2 ose 3 ditëve, në fakt Olini Merani kanë gratësh nga një pjesë tjetër i kam bërë vet, sepse vërtet jam shumë fan se ëmbëlsira. Po normalisht që këto ndikojnë pra tek pjesa e fytyrës, sepse kam filluar që më janë bërë akne edhe te pjesa këtu, pothuajse komplet fytyrë. Kështu që jam munduar që të vendos për këtë kremin e akneve që kam marrë te CVS-i dhe realisht ka ndihmuar vërtet shumë. Atëherë unë tani duhet ta heq pak këtë sepse po më duket vetja sikur duket se kjo s'ka bërë fare efekt. Sot është ditë e diel dhe këtu në Amerikë është 33 gradë, është vërtet super vap jashtë. Edhe un kam akoma në dollap një pjesë të rrobave të dimrit. Kështu që sot një nga gjërat më kryesore që dua të bëj pra gjatë ditës është që të sistemoj të gjitha rrobat e verës edhe të dimrit. Pra të gjitha rrobat e dimrit që kanë ngelur akoma në dollap do t'i heq. Kam gjithashtu disa rroba të cilat do t'i shes në vinte dhe disa të tjera të cilat do t'i shçoj t'i dhuroj, sepse nuk mund t'i fus të tëra në vinte, sepse ato mund të shiten, por nuk kam vend që t'i mbaj për atë për sa ato të shiten. Problemi është shumë vinte dhe kam lidhur me emailin tim dhe aty gjithmonë më vinë nga këto reklamat, më vinë promocione të ndryshme dhe normalisht 1300-1400 mesazhe që janë bërë aty, nuk e kisha parë që në vintet më kishin dërguar pra mesazhe për të blerë 2 ose 3 produkte, duke se ishin 3 veshje, dhe nuk e di sepse i ishte mbyllur për aplikacioni Vinted në telefon. Pra nuk e kisha fare të loguar dhe e kisha haruar fare që ekzistonte Vintedi dhe e kisha haruar fare që kisha postuar rroba për të shitur në Vinted. Dhe në fakt ata duke se të lejonin 5 ditë që ti mund t'i shisje, pra mund t'ia tregojë produktin klientit dhe pastaj ta bëni cancel. Dhe kështu ndodhi në fakt, të 3 porosit janë bërë cancel dhe më ka dhënë review vetëm një yll, pra Vintedi vetë më ka dhënë review një yll, duke qenë se unë kam qenë korrekte pra tek porosit që unë duhet të dërgoja pra klientëve. Kështu që duhet të merrem patjetër me këtë gjë, sepse kam vërtet disa gjëra të cilat i kam dhe me etiketë, sepse kam një shoqe të puna, Merin, të cilën e kam përmendur edhe herë tjetër, dhe ajo sa herë që shkon te Kolci apo në dyqanet e tjera dhe gjej gjëra me ulje, gjithmonë shikon diçka që është e bukur, që asaj pëlqen, edhe mi merr. Normalisht unë e falenderoj shumë si veprim, e falenderoj shumë si gjë, po ndonjëherë nuk janë gjëra që janë në guston time, pra që unë mundem t'i vesh. Kështu që do të detyrojmë që ato rroba apo ato gjëra që i kam që janë me etiketë edhe nuk i kam veshur dhe nuk më pëlqejnë, atë do t'i nxjerr në Vinted në mënyrë që të seleksionoj pak edhe atë pjesën e dollapit, sepse është vërtet shumë rëmuj dhe mund të them që tani që fillon prandrimi nga pranvera në ver, mund të them që na duhen vërtet shumë rroba. Domethënë nuk e di nëse edhe ju e keni këtë, jo sepse nuk kemi rroba, por problemi është që duke qenë se kemi veshur vjet, duam pra gjëra dhe rroba të reja. Dhe Rajani është rritur vërtet shumë, mashallah, bëni mashallah për çunin tim. Dhe duhet patjetër që ti marr pra të gjitha rrobat nga fillimi. Pra është vërtet shumë në mungesë për rroba, kështu që një nga planet e mia sot është të shkoj prap shopping edhe për Ryanin. Shpresoj shumë që të më dalë koha, sepse gjithmonë them që të bëj shumë gjëra gjatë ditës, por asnjëherë nuk më del koha sepse më duhet që më marrin kohë, pra çdo gjë merr kohë. Gjithashtu sot me Oleni bashkë me një shoqen time dhe burrin e saj, të cilët janë në prindit e një shoku të Ryanit nga shkolla amerikan, do dalin për të pirë diçka pra nga ora 6-7. Dhe vërtet që kam shumë nevojë sepse këtë javë kam punuar Në fakt këtë muaj kam punuar vërtet shumë. Vazhdoj akoma të jem e dyzuar për videot e YouTube-it dhe jo për faktin nëse dua të postoj apo nuk dua të postoj, apo dua të xhiroj apo nuk dua të xhiroj, sepse më pëlqen shumë që të xhiroj në YouTube, e kam thënë dhe kam thënë, më pëlqen shumë që të tregoj pjesë nga përditshmëria ime dhe gjithashtu më pëlqen shumë pjesa kur i editoj. Po nuk e di, më duket sikur ka humbur pak interesi i videove këtu në YouTube, sikur njerëzit nuk po shikojnë në YouTube. E kanë më kollaj të bëjnë scroll në Instagram, e kanë më kollaj të bëjnë scroll në YouTube, edhe nuk ulem pra të dëgjoj një video 20 minuta apo 15 minuta apo nuk e di diçka të tjetër. Por është diçka që unë kam vërtet shumë pasion dhe nuk duaj që ta lë, edhe pse këto kohë të fundit vërtet që nuk kam pasur fare kohë. Që kur kam marrë përgjegjësitë e punës që jam 9:05 dhe gjithashtu që kur kemi hapur biznesin e ri, sepse realisht më konsumohen shumë punat e dorashme, më konsumon shumë edhe pjesa e biznesit. Kështu që do mundohem shumë realisht që të mundohem të postoj një video në javë, sepse kam humbur fare sensin e të postuarit një video në javë. Postoj një video dhe pastaj pas 2 javësh kujtoj të postoj videon tjetër dhe do mundohem të mos bëj shumë editim, pra mos vendos shumë tekste, mos vendos shumë gjëra në mënyrë që ti shikoni videot sa më shpejt të mundeni dhe jo të
mund t'i vonoj pra aq gjatë. Duhet të flas pak për biznesin tonë, nëse ka goca që jetojnë këtu në Amerikë, do i lutesha shumë nëse mundën ta bëjnë share profilin tonë të Instagramit, do t'ua lë diku këtu me foto, Prolux, në fakt e thon Prolux, por ne jemi mësuar në Shqipëri Prolux, mobile detailing, sepse vërtet jemi biznes i ri tani në treg dhe kemi nevojë për sa më shumë share, për sa më shumë postime, për sa më shumë marketing, dhe jemi duke punuar me website-in edhe me pjesën e social media. Do të tregoj pak një poster të cilën ne kam krijuar për biznesin tonë. Edhe është kjo. Atëherë kjo është logoja që ne kemi krijuar. Ky është gjithë dizajni që ne po përdorim për pjesën e marketingut dhe social mediave. Këtu kemi QR kodin që nëse klikoni do t'i çojë tek të gjitha social media që ne kemi. Këtu janë të gjitha shërbimet që ne ofrojmë, të gjitha social media që ne kemi dhe mënyrat e pagesës. Gjithashtu dhe email adresin këtu në fund, dhe nëse jeni klient për herë të parë, atëherë kemi bërë një ofertë që përfitoni 10% zbritje. Këtë poster kam krijuar për ta vendosur në disa biznese të cilat na e kanë vetë ofruar për ta vendosur tek bizneset e tyre. Njëra është goca që qeth Oleni dhe Rajani, pra goca shqiptare, ta vendosi tek dyqani i saj sepse është menaxhere në një Great Clips. Dhe personi tjetër është persona që ne do dalë sot për të pirë diçka në darkë, sepse ata kanë një pizzeri në Dolestown dhe na ofruan që të vendosim pra të biznesit të tyre dhe e kam vlerësuar vërtet shumë sinqes. Atëherë, dua t'ju tregoj pak për hantavirusin që ka plasur këtu në Amerikë edhe është bërë nami për atë virusin që ka plasur tek pra tek kroçera, të cilën unë nuk e dija fare që ekzistonte. Dhe është një virus që ka plasur në një nga kroçerat dhe ne mendojmë në fakt se ndoshta mund ta kemi kaluar pra ky virus i keq që na mbajti diku te 2 javë. Ndoshta ka qenë hantavirusi dhe nëse kemi kuptuar sepse thonë që është shumë i ngjashëm me Covidin. Po shpresoj shumë që mos të jetë një virus pra i rënd dhe të jetë diçka që mund të kalojë shumë kollaj, sepse nuk jemi realisht gati të përjetojmë edhe njerëz situata të ngjashme me ato të Covidit, por realisht me kaq shumë situata sa po shohim vërdall, me kaq shumë gjëra që po ndodhin vërdall, sidomos në Shqipëri, që jeta është bërë vërtet shumë e pasigurt, është bërë pasigurt për të rriturit, është bërë pasigurt për fëmijët, kështu që nëse keni një mundësi dhe keni qejf që të jetoni jashtë shtetit, atëherë mundoni sa më shpejt pra të lëvizni nga Shqipëria. Sepse për mendimin tim në Shqipëri sa vinë gjërat edhe përkeqësohen, jeta është bërë më pasigurt dhe nuk e di, nuk do doja kurse që fëmijët tanë të rriteshin pra në një ambient të tillë siç është në Shqipëri, dhe nuk është se po shaj Shqipërinë dhe këtu në Amerikë është fushë me lule dhe është ambienti më perfekt i mundshëm për të rritur fëmijët, edhe këtu ka problematika plot, por thjesht kur shikoj pra lajmet që ndodhin në Shqipëri, atëherë them Zot na ruaj fëmijët, edhe uroj shumë që mos të ndodhin pra as në Shqipëri dhe as në vend të botës. Por të paktën këtu në Amerikë funksionon ligji dhe njerëzit, domethënë, kanë frikë nga ligji sepse për këtë arsye është njerëzit të tremben edhe të zbatojnë rregullat që duhet të zbatojnë sepse prandaj janë të vendosura. Atëherë tani do të çojmë, do bëjmë gati, do vishëm, do vesh diçka shumë të thjeshtë sepse jashtë është vërtet shumë vap, po mendoj të vesh një fustan. Gjithashtu do shkojmë edhe të marrim disa rroba për Ryanin tek TJ Maxx ose tek Rossi, varet se ku do gjejmë. Kështu që të vishemi dhe të shkojmë bashkë për shopping. Gjithashtu do marrim edhe kafen sepse ora ka shkuar 11 edhe unë nuk kam pirë kafen akoma sepse Oleni me Ryanin janë duke lozë sokër tani. Në fakt Ryani është duke bërë ndeshjen e tij të fundit dhe është shumë e lumtur se Ryani është vërtet shumë i mirë në soker. Dhe këtë vit i kam bërë ftesë që të luaj me skuadrën Travel, që është një skuadër e cila udhton për këtë qytet këtu vërdall, pra Philadelphia, vendit ku ne jemi. Dhe jam shumë e lumtur sepse ishte në fakt një ftesë që ata e bërën Ryani, nuk ishte një kërkesë e jonë. Në fakt Ryani nuk donte që të vente te kjo skuadër sepse nuk donte që të shkëputej nga 2-3 shok pra që ka krijuar në sokeri, por problemi është duke qenë se Ryani është më i miri te skuadra e tij. Kjo është arsyeja sepse ata vendosen që të zgjedhin Ryanin, sepse këtu shumë funksionon. Pra në momentin që fëmijët bëjnë pra trajnime, bëjnë ndeshje, ka disa coach, trajner, të cilët vinë dhe shikojnë pra ata që luajnë më mirë dhe i marrin pra tek skuadrat e tyre për të lozur pra me më të mirët e teknik. Kështu që jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe jam shumë e lumtur që Oleni ka qëndruar vërtet Ryanit në kokë pjesën e sokerit, duke qenë se Oleni loz futboll vet, ka qenë me skuadrën Ilirians për me shqiptarët. Jam shumë e lumtur që Oleni ka këtë durimin, është i përkushtuar ndaj Ryanit për pjesën e sportit, edhe i munduar që pra të ndajmë gjërat. Ai përkushtohet më shumë te pjesa e sportit, unë mundohem që të përkushtohem më shumë te pjesa e shkollës me Ryanin. Kështu që kemi ndarë ato detyrat tona në heshtje, jo të folura, por i kemi ndarë me njëri tjetrin dhe jam shumë e lumtur sepse neve një fëmijë kemi dhe duam që Ryani të rritet edhe të ketë pra mos të mungojë absolutisht asnjë lloj gjëje dhe të jetë gjithmonë pra në eksplorim të gjërave të reja dhe të zgjidhë pra në fund atë çfarë atij i pëlqen. Atëherë tani vëra gati, vesha këtë fustanin e verdhë, të cilin e keni parë që kam bler tek Temu që nga viti i kaluar dhe duke qenë se shumë vap jashtë 33 gradë, atëherë thash po shkoj me këtë outfit. Gjithashtu do marr edhe çantën e bardhë Tommy Hilfiger sepse mendoj se kjo shkon shumë me outfitin. Ndërsa nga këmbët kam veshur shapkat kafe dhe i kam lyer thonë te kuq.
Kështu që nuk jam e sigurt nëse të French do t'i bëj thonjt të kuq apo do t'i bëj të bardhë, sepse realisht më pëlqen shumë edhe ngjyra e kuqe. Kështu që ky është outfiti im, më preson Leni tani të vi të sjellë makinën edhe të dal për qefin tim, sepse realisht kam vërtet shumë nevojë. Kështu që TJ Maxx dhe mendoj se kjo do jetë dalesa e parë dhe e fundit. Edhe kam marrë 3 fustane të cilat nuk kanë lidhje fare me këtë verdhin që kam veshur, por janë boqiell me lule të bardha. Dyja fustane të gjata, ndërsa një është si tip jumpsuit i shkurtër, kështu që ti provoj të treja dhe të shikojnë nëse do na vi ndonjëri bukur për ta veshur sot në darkë. Atëherë ky është fustani i parë, mendoj se më shkon shumë, edhe është i bukur, ndoshta jo me këto shapkat kafe dhe ka dhe pjesën këtu të xhepave. Ky është një fustan i cili më pëlqen sepse ka materialin shumë të plot, edhe mundem që ta vesh edhe në punë, pra, në momentin që të jetë shumë hapur. Mendoj se është cute. Ok, ky është fustani tjetër, por besoj se nuk është se më pëlqen edhe aq shumë. Nuk e di, ndoshta prerja ose nuk e di se çfarë, por nuk është aq cute sa do të ishte. Ky është edhe outfiti i fundit. Ky jumpsuit në fakt është material shumë i mirë, është si fustani i parë që provova, por nuk jam shumë e sigurt nëse është diçka e bukur për të veshur pra në darkë. Nuk e di, ngjan pak vetë çuditshëm. Do të më mirë një fustan. Nëse këtu jemi më mirë. Okej, unë vonova një orë të TJ Maxxit, po t'rregoj pak shpejt se çfarë kam marrë. Kishte vërtet shumë njerëz, kështu që mundova të gjeja shpejt gjërat që doja dhe po bënin disa ndryshime nëpër rafte dhe ishte vërtet shumë gomuj. Do thosha pak, po shumë gomuj. Atëherë kemi marrë të brendshme për çunat, të cilat nuk kanë nevojë shumë për të treguar. Kam marrë këto bristje të cilat janë për fytyrën, janë 12 copë dhe kushtuan, mos gaboj, $5, $7. Edhe këto janë shumë të mira dhe më duhet që të pastroj pak pjesën e mustaqeve, pjesën e fytyrës edhe pjesën e vetullës. Mora këto makaronce, të cilat i kam marrë edhe herë tjetër dhe më pëlqejnë vërtet shumë dhe kushtuan $5. Këto janë me strawberry dhe me një krem brenda që është shumë i mirë. Këto ishin gjërat e vogla që mora. Filloj direkt në këtë bluzën e thjeshtë, është e bardhë, masa M. Është Calvin Klein. E ka të shkruar te pjesa këtu, edhe ka këtë jakën si gri, e cila vërtet më pëlqeu shumë. Atëherë kjo kushtonte nga $49 që ka pasur çmimi tek etiketa, me ishte në clearance dhe kemi marrë për $13. Mendoj se ishte një çmim super i mirë. Edhe është e thjeshtë e bardhë, dhe nuk ka gjëra. Atëherë, një gjë tjetër që kam marrë për Ryanin, mora një set, i cili ishte shumë cute, është kjo bluza beige, edhe ka këtë makinën këtu, edhe këto sinjalet të makinës. Gjithashtu kishte edhe një palë syze gri, që Ryani këtë syze do t'i humbasë, se po t'i vendosi, sepse kështu bëjnë gjithmonë, siç ka bërë edhe me orën që ne kemi marrë, pra jo Apple Watch, por këto orat e thjeshta. Edhe këto tutat janë në ngjyrë gri, si gri e errët, edhe janë pambuk. Ky seti kushtoi nga $15 ose $10. Kam marrë Calvin Klein për Ryanin. Kam marrë gjithashtu çorape Adidas, to kushtuan $22, kam pasur çmimin e tyre, por ne kemi marrë për $13. Edhe janë medium, masa medium dhe ka 6 copë, më duket. 1, 2, 3, po 6 copë dhe janë të shkurtra. Sepse tani që më bërë koha nuk ishe më çorapet e gjata. Atëherë këto tutat i kam marrë me 2 mendje në fakt për Oleni, nuk e di nëse do t'i bëjnë apo jo. Janë boqiell dhe kanë këto vija si gri, edhe më dukon shumë të bukura. Gjithashtu nga pjesa këtej nga mbrapa kanë këto xhepat. Thjesht për masën nuk jam shumë e sigurt sepse Oleni varet nga prerja e pantallonave, kështu që ne kam marrë masa 33, shpresoj shumë që t'i bëjnë. Dhe këto kushtuan, sa bukur e paska këtë pjesën e etiketës. Këto kushtuan nga $60 që e kam pasur çmimin, ne i morëm vetëm për 15. Edhe këto mendova që t'i kombinoj pra me bluzën e bardhë t'i veshit të dyja bashkë. Tani për këtë fustan nuk jam shumë e sigurt, pra më pëlqeu shumë, por nuk jam shumë e sigurt nëse është i bukur për të dalë në darkë apo është më tepër për dita. Është ky fustani që tregova tek dhoma e provës,
që kishte edhe pjesën e xhepave. Është shumë i bukur sepse është i bardhë dhe ka këto lulet, materiali është shumë i butë. Më mora masën S. Nga $42 që këta kanë krahasuar, unë kam marrë për 30. Kështu që do ta provoj edhe një herë në shtëpi, ta provoj me taka dhe nëse do ja vlej, do ta mbaj në të kundër, pastaj edhe mundem që ta kthej. Këto ishin të gjitha gjërat që mora te TJ Maxx. Tani, unë ju thash që sot do sistemoja ca rroba, do mbija ca rroba në Vinted, por ora ka shkuar 2 dhe ne në orën 6 do të dalem. Për 4 orë ne duhet që të kemi dalë nga shtëpia, kështu që unë për të gatuar nuk kam për ta vënë mendjen sepse kam bërë dje pilaf, kam bërë chicken, gjithashtu kemi pasur edhe mishviçi që e bërëm në drek, kështu që kemi gjëra për të ngrënë tani në drek. Dhe unë në fakt nuk kam ngrënë asnjë gjë sot, edhe kafen që mora tani tek Starbucks, siç e thash që kam marrë nga ora 12. U bë shumë vap, po 33 gradë, kështu që do iki në shtëpi tani. Mendoj se do merrem pak me pjesën e biznesit, nuk do futem fare te pjesa e rrobave, sepse nëse filloj rrobat, nuk i dihet fare se kur do mbaroj, sepse do më han vërtet shumë kohë. Kështu që do merrem pak me kontentin e biznesit, sepse më duhet patjetër të editoj shumë video të cilat i kam në telefon dhe më duhet të bëj një sistemim të videove që kam në telefon sepse më janë bërë vërtet shumë lëmsh, kështu që ne bashkë shifemi mbas dite nga ora 6 ose 7 kur të shkojmë tek The Cage. Shifemi. Hello, nga dita tjetër e këtij vlog. Sot po flas është ditë e premte, është data 22 maj dhe për mua data 22 maj do të thotë që kam takimin e vetullar pra seancën e dytë tek Ona dhe gjithashtu do bëjmë edhe thonjë. E di që ka kaluar një muaj nga era fundi që un kam bërë thonjt dhe duket sikur un nuk kam filmuar fare për gjatë gjithë muajit, por jam munduar që këto ditë të filmoj paksa më shumë për të treguar gjëra të bukura dhe interesante. Unë sapo lash erën te shkolla, do iki në punë, thjesht punën do ta mbaroj pak më shpejt, besoj të mbaroj nga ora 1:30 sepse më duhet të bëj para përgatitjen për të shkuar tek Ona, pra më duhet të shkoj te banka, më duhet të marr edhe kafe, dhe pastaj do shkojmë tek Ona për të bërë seancën e dytë të vetullave dhe thonjë për thonjë të radhë kam zgjedhur modele shumë të bukur, por ju ta shikoni tek Ona kur të shkojmë. Dhe mezi po pres, koha këtë ditë ka qenë vërtet shumë keq, ka qenë e vrentur, ka qenë vap, por edhe shi, edhe vrentur, ose ka qenë një kohë shumë e paqëndrueshme, kështu që nuk e dim fare se si të vishemi dhe humori jon ka qenë kështu, siç ka qenë koha ka qenë edhe humori jon. Kështu që tani po ikite puna sepse nuk do të bëjmë vonë dhe bashkë shifemi kur të mbarojmë punën dhe të shkojmë tek Ona. Okej, unë tani sa partita tek Ona dhe të tregoj pak modelin e thonjve që unë dua të bëj sot. Është një model të cilën në fakt unë nuk para e bëj. Është i thjeshtë, mendoj se është i thjeshtë, është i bukur. Dhe shpresoj që të më pëlqejë domethënë momentin që Ona ti bëj. Okej, është ky modeli beige me këto pikat e zeza dhe mendoj se ngjajnë shumë cute. Thonjtë e mi në fakt janë rritur goxha dhe mezi po pres tani që ti bëj, thjesht nuk do t'i shkurtoj sepse në fund i shkurtova goxha dhe mua më pëlqejnë thonjtë e gjatë. Dhe gjithashtu do të tregoj pak vetullën e cila mendoj se është shumë e bukur domethënë. Shikojeni vetë formën, se sa bukur që është. Okej, injorojeni rimelin tim këtu, sepse kam tërë ditën në punë, por forma ka qëndruar perfekte dhe nuk i kam bërë asnjë gjë përveç se i kam krahur pak në mëngjes. Mezi po pres të bëj seancën e dytë tani tek Ona, kështu që ridikim bashkë dhe kam marrë shumë komplimenta për bluzën time me SpongeBobin dhe Patrikun sot, sepse unë kam qenë e vogël, mezi prisa të zyesha nga gjumi në mëngjes dhe të shikonim SpongeBobin dhe Patrikun duke ngrënë mëngjes dhe ka qenë i preferuari im nga filmat vizatimor që ne shikojmë. Mendosa ta visha sot duke qenë se është bluzë pink me pantallona të bardha, mendoj se janë cute, është bukur. Kështu që po pres tani të më shkruaj Ona sepse thashë të vonoj 10 minuta edhe të bëhemi cutesy. Tani sa po mbarova nga Ona dhe këto janë vetullat e mia të reja nga seanca e dytë. Okej, se duket pak sa e errët tani, por se më ka dalë edhe pak pjesa e make-upit poshtë para rimelit, sepse më kanë tëmbur përsëri pak, nuk e di sepse, por unë kam lëkurën siç që kam thënë shumë sensitive, shumë të ndjeshme dhe kjo është arsyeja sepse më kanë tëmbur pak sot. Gjithashtu thonjt i kam bërë këtë modelin që i tregova dhe mendoj se ngjajnë shumë bukur, pra janë shumë cute. Kështu që këto ishin update-et tona të fundit. Ne bashkë shifemi nesër sepse unë e vetmja gjë që do bëj tani është shkoj në shtëpi, të shtrihem, të qetësohem edhe të shijojmë nesër ditën e shtunë, edhe pse këtë fundjavë ka dhënë për shi, por ne do mundohemi të bëjmë maksimumin ton për ta shijuar sa më shumë të ditë të pushim.